Data me gjimtari 2022 me kryetar zotin Agim Antoni në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit organizon një aktivitet kulturor këtu në shtëpinë e pleqve në Shkodër me temë Zemrat që nuk plakën kurrë. Dhe qëllimi i këtij aktiviteti është që t'i gëzojmë dhe t'u ndryshojmë një ditë, të bëjmë një ditë ndryshe. Keni edhe një mesazh për këtë të moshuar që ndohen sot ose kudo që t'jenë, apo për qytetarët ndoshta? Kam mesazh më tepër për trit se si duhet t'i respektojmë. Se këto nuk kërkojnë shumë vërtet, këto kërkojnë të respektohen, këto kërkojnë të flasin butë në ëmbël, këto kërkojnë që kur të flasin t'ju një gjatë fjala, kërkojnë që t'jenë pjesë e familjes, kërkojnë që të vinë sa më shpesh edhe të bëjnë takime, qoftë edhe një bilet avioni që të vinë e të shohin prindrit e tyre. Kjo është mesazhi im për ty. Shkuarve Shkodër është hapur për bashkëpunime me të gjithë organizatat, shoqatat, donatorët, institucionet publike, që këty në gjyshat institucionit tonë t'ja ndryshojmë jetën, t'ja ndryshojmë ditët e tyre, kemi sa më shumë aktivitete, aq më tepër kena mesazhe të tilla kaq të bukura për rinin tonë, që t'i duajnë të moshuarit, të rinë pranë tyre, t'i kujtojnë her pas here në raste festash, në raste të ditëve të veçanta të tyre, t'i duam dhe t'i respektojmë moshën e tretë se vetë vërtet ata kanë dhënë gjithçka për ne dhe ne sadopak që të bëjmë për ta, do të arrijmë që t'ia gëzojmë dhe t'i lumturojmë zemrat e tyre. Ju falenderoj gjithëve që jeni sot pjesëmarrës, bashkëpunues me ne dhe të tillë bashkëpunëtor ne na vlejnë për institucionin dhe gjithë bashku t'i japim mesazhe shoqërisë për t'i shërby sa më shumë moshës tretë. Si shikoni këtë aktivitete? Sa të rëndësishme janë për ta? Sa ndryshon një ditë e tyre, ndryshe nga ajo dita e zakonshme, kur ka njerëz të ri që vinin vizitojnë? Janë shumë të rëndësishme për jetën sociale të moshuarve tonë. Ato i presin në padurim, ato mezi presin kur vinë vizitor, aq më tepër kur organizojnë aktivitete të tilla, kur ka muzikë, kur ka mesazhe të ndryshëm, kur ka vizitor dhe të ftuar të veçantë, të cilët vinë i përshëndesin, i japin forcë, i japin motiv që t'i përballojnë sa më mirë plagët e jetës që i kanë kaluar ndër vite.